ne kemi një marrëveshje bashkëpunim ose memorandum mirëkuptimi me kompaninë rajonale të Ujqesit Gjakova dhe e investojmë në cilin do projekt ku është kërkesë, nevojë dhe shqetësimi qytetarëve me 49% të mjeteve financiare. Që është 49% merë pjesë komuna, një investim të ndërmarrje publike tjetër. Po. Edhe kjo, pse e bëjmë ne? Vetëm që qytetarët tonë të kenë furnizim me ujë të pishëm 24 orë, vetëm që qytetarët tonë të mos bollavazhon eventualisht me kërcënime që mund t'i kenë gypat e azbestit të vendosura dikur, sepse ka dhe ndrrim të gypave të azbestit, dhe në çdo projekt kapital që ka KRU Gjakova ose Ministria e Ekonomisë si ministri që i monitoron i mbikëqyr ndërmarrjet publike, në këtë rast KRU Gjakovën, ne investojmë me 49%. Gjendja furnizimit me ujë të pishëm është e pakrahasueshme ku ka qenë edhe ku është sot. Nëse e marrim një raport të Agjencisë Statistikave të Kosovës, nëse Kosova është diku 84% mesatarja në Kosovë, ne jemi 97% jemi nga pikpamja shtria rrjetit për furnizim me ujë të pishëm. Tash, ka probleme. Ka probleme për shkak se gjatë kohës së verës, kur është sezona e pikut, ka dhe reduktime të ujit pishëm në zonat kodrinore, malore, po sidoqoftë edhe një projekt i madh është duke ndodhur, është projekt shumë kapital shumë i rëndësishëm sepse përfshin disa fshatra, një zonë të qytetit, edhe zonën ekonomike, dhe aty ne marrim pjesë me financat tona, me buxhetin e komunës dhe është duke shkuar drejt përmbylljes. Kemi vetëm edhe 2 fshatra që shfrytëzojnë burime alternative të ujit, por nuk e shfrytëzojnë burimin e liçenit të Dugaxhinit ose liçenit të Radoniqit. Edhe fatkeqësisht më vjen keq, edhe gjithnjë domethënë ndihem jo mirë për shkak se ai projekt ka qenë i përfshirë nga Ministria e Ekonomisë në kornizën e afatmesme të shpenzimeve, ka qenë e din edhe KRU Gjakova, e din edhe Komuna Raveze dhe nuk e di pse e kanë hek dhe tash pa iniciuar tani. E kanë hek vetë. Po, e kanë hek vetë. Sa ke pas përkaj? Ka pas një pjesë e madhe kryetarëve që nuk vinë nga lëvizja vendosë, që këmë pas të një ditëve në emision, deklarojnë që nuk ka pas përkraje, për shembull e kisha Pardjet të Malisheves, i kishte siguru grandin prej 18 milionerëve dikun, për me bon një pend vogël, një vend për më mbledh ujin, për me finizu qytetin, për nuk jep një fletë garantuese qeveria dhe e hup grandin. Sa keni pas në mbështetje prej qeverisë? E kam theksuar edhe herave të kaluara, edhe kudo në terren, edhe qytetarët e dinë, sepse detyra jonë është që të shprehim transparencë plot, edhe llogaridhënie të plot për këtë zë me ato çfarë bën komuna dhe çfarë përkrahen nga qeveria. Nuk ka pas një mjedis miqësor. Pse, zoti Lativi? Nuk e di. Ka një mjedis jo shumë funksional, jo shumë miqësor, dhe ka raporte jo shumë funksionale në ndërmjet komunave. Të kalume stane ka pas edhe kësi dallime dhe ndaj jush, zoti Lativi? Po, ka pas dallime. Të them të drejtën për disa vite, ka pas edhe frenim të aktiviteteve nga pikpamja investimeve kapitale, blokim buxhetit, blokim ose frenim nga dalësim të përkrajes ose heqje e përkrajes nga ona qeverisë. Se kemi pas zotin Kurtni se cilën fillim sezonit vreshtarive, festivalit që matë atje, kemi pas që është për donat atje vjen Ravec. Po, vjen po për shumë në hapin zyrtarët e festivalit të Vjeles Rrushit Hardfest nuk ka qenë. As si vjet, as vitin e kaluar, as para 2 vjet, as para 3 vjet. Ai zakonisht vjen mos hapjes zyrtare, natyrisht i viziton ato kantinat edhe sigurisht kalon momentet lumtur aty me ta edhe përdor domashien prodhimet vendore që i kemi në verë, në rakinë, prodhimet tona. Mirë, po në aktivitetet zyrtare të them drejtën asnjëherë. Ato që kemi pasur zotit Kurti në Ravec, është vetëm fotografi, vetëm një fotografi që ka përdorur zoti Kurti, nuk ka të bëjë diçka në investime të drejtë për drejtë edhe ndihmës të komunës me shijuar vend të mirë aty. Po të them drejtën, ne kemi, unë jam i kënaqur relativisht me veprimet e Ministrisë së Infrastrukturës, Mjedisit, Planifikimit Hapësinor, sidomos vitin e fundit, sepse kemi projekte të cilat po zhvillohen që janë shumë milionshë. O flasëm për zotin Burnaliu, me të cilin dikur ju keni pasur me djeta politike. Kam pasur shokëve, keni pasur lëvizje në legalitet. Sepse kemi qenë bashkëveprimtar edhe në lëvizjen kombëtare për shërimin e Kosovës dhe sidomos vitin e fundit ka treguar një gatishmëri, një vullnet, një përkushtim, po edhe një vendosuri. Se zotin Aliu, s'ka pas asnjë mbështetje tjetër për qeverisë? Po ka pas në mbështetje, domethënë të cilat janë pakrahasimisht nëse pakrahasimisht ato që kemi pas nevojë, ato që kemi kërku, ato që janë prit, edhe ato që presin qytetarët e komunës Ravecit, mbështetja është e papërfillshme.
E pa përfillshme. Zotë Latifi, po du më nojnë të çështja e premtimeve. Sa përsin premtim